Artisti i njohur Yll Limani ka zbuluar shumë detaje jo vetëm sa i përket muzikës, albumit më të ri, por edhe nga jeta personale dhe lidhje. Këngëtari nuk u rezervua as pak me përgjigjet e tij të sinqerta. Ylli Limani ishte u ftuar në emisionin Ndryshe me Elona Duron dhe Salsano Rapi në Top Albania Radio. Elona e pyeti në një moment artistin për statusin e tij, nëse është në një lidhje momentalisht ose jo. Yll Limani u përgjigj duke thënë se momentalisht jam single. Këto 2 vitet e fundit kam pasur ulje ngritje në atë departament. Në fakt tani kam shumë qejf të them të drejtën që siç thon njerëzit të rehatohem. Çfarëdo lloj përpjekje që e bëj, nëse shkruaj, nëse dal ose nëse flas me ty, përfundimi është që të jetë diçka serioze dhe diçka me kuptim që zgjat dhe që është një lloj qendre e ditës dhe e jetës. Ka ndodhur ndonjëherë që lidhja e tij e dashurisë të mos ketë funksionuar për shkak të karrierës. Ajo është gjithmonë problematike dhe pengesa sepse nuk e fajsoj fare këdo që ka probleme dinamikën dhe jetën si në artistët. Mendoj që sa më shumë të dinë njerëzit, aq më shumë energjia shterron. Dashuria në jetën reale është më e komplikuar se sa ajo në këngë sipas tij. Unë jam më i komplikuar, mundohem që të mos bëhem dhe shumë toksik. Tani sa më shumë kalon kohë, aq më shumë i shëndetshëm duhet të bëhem. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.